Në fshatin Ashec të Prizrenit, në Drinin e Bardh, derdhet një rrjedhë e madhe kanalizimi që duket si deg lumi, por në fakt është uji i ndotur që kundërmon dhe përhapet si një njoll. Edhe pse në verë ka më pak ujë, ndotja mbetet e dukshme në terren, dron dhe imazhe satelitore. Kryetari i fshatit thosë se shumica e ujrave të zeza të Prizrenit dhe disa fshatrave përreth derdhen këtu. Ky kanalizim ndikon mbi 40% të ujrave të zeza deri 60% të Prizrenit të fjala, dënon që derdhen pikërisht në këtë pjesë ku jemi ne pash, ku kjo pjesë ka qenë kush edhe tokë kyllore. Ndërsa tani është vogjerin për shkak të kanalizimit që derdhet me të pjesë. Banorët shprehen se pranë tubave ishte planifikuar një impjant trajtimi, por nuk u realizua. To është planifikuar që mos vë mund ndërtej impjantin, por ka dështuar trajekt, popullata nuk shumë lejuhu në artu në derdh ujrat e zeza, por duke premtuar se do të ndërtohet impjanti, ajo domethënë është leju për banorëve, të impjantit dështoj, ndërsa kanalizimi ka mbet. Drini i Bardh është lumi më i gjatë në Kosovë, rreth 122 kilometra. Ndotja nis në burim, në Radac të Pejës, nga kanalizimet dhe mbeturinat plastike. Ajo vijon edhe në fshatra të tjera të Pejës dhe të Istogut. Në Dubov të vogël të Istogut, ujrat e zeza derdhen në lum. Afër është Bajica, ku një impjant i ndërtuar para 15 vitesh, rreth 20 metra afër lumit, nuk funksionon. Në Rakovin të Gjakovës u pan mbeturina, goma, shishe plastike dhe tuba kanalizimit të cilat derdheshin në lum. Kuma, plastika, betoni, armaturat, shumë sende tjera të plastike këtu është zakonisht tepër të mtuar. Sifaunën e ujit e që o menën to, o dhe ambientin e jashtëm. Çifllaku dhe Kramoviku në Rahovec tregojnë degradim nga gërmimet e palishme dhe mbeturinat plastike. Kjo ndotje rrit rrezikun, ndryshon shtratin dhe krijon ujëra të ndenjura. Sipas Ministrisë së Mjedisit në Kosovë, sipërfaqja e degraduar është rritur nga 861 hektar në vitin 2008 në 1393 hektar në 2018. Kryetari i fshatit Krushe Madhe thotë se mungesa e impjantit i detyron ata të derdhin ujrat e zeza në lum. Lumi sot fatkeqësisht nuk mund të përdoret siç është përdorur dikur, që ne kur ishim fëmijë me prindërit tanë shkonin edhe e kishim edhe zonë turistike, po shonin në mungesë të fondeve për tikur, sigurisht e tjera që shkonin në vende turistike në vërtetra të ndryshme që në atë kohë kanë qenë jashtë Kosovë, jashtë Vishtaris, e ne shfrytëzonim atë, po gjithashtu edhe bakti e lopë mërizorin, po edhe banorët e zonës e shfrytëzonin atë për të itur. Në mungesë të institucioneve, banorët kanë ndërtuar vetë kanalizimet. Jemi ndër fshatrat e vetme në Kosovë që edhe kemi marrë pjesë me pagesë 60 euro për kokë banor. Kjo e bën në këtë rast apo më të lehtë shtetin që ta bëj pjesën e vet të ndikoj në pagesë, po në anën tjetër na irriton shumë se përveç që nuk ka impjant, edhe ky kanalizim që është tani nuk është funksional. Në Gjonaj të Prizrenit, një burim i madh kanalizimi derdhet në Drin, duke ndotur ujin dhe krijuar një erë të rëndë. Këtu është pikërisht derdhja e kanalizimit tek kal dhe aki atmosferik me lumin Drini i Bardh. Ky kanalizim ka bën një depër shumë të keqe, paska ka prishur mjedisin, po ndërmon jetë të keqe, po ashtu pa unën, humbin e peshkut edhe gjithçka tjetër. Ndotja ka ndikuar edhe te peshkatarët, të cilët thonë se shumë pesh janë zhdukur. Ndotja e Drinit shumë e paksu peshki, domethënë nuk ka peshk, ashtu, sysh ka pas përpara. Kanë hub shumë rasa të peshkit. Domethënë lyshi ka hub, ngjila ka hub, jo babusha që jetën në më tepër nëpër mbetërina e nëpër lloçe, domethënë krapi pak aty këto. Mes Lukinës dhe Romajës, një porruaj që derdhet në Drinin e Bardh është bllokuar nga mbeturinat. Një tub kanalizimi nga Romaja shkarkon ujë me erë të rëndë, ndërsa në Lukin ka një deponi ilegale. Tash lumi nuk hec edhe mbledh disa mbeturina edhe disa erëna pakëndshme. Domethënë këtu kemi edhe shtëpia banimi, të cilë nuk mund tjetohet këtu me lyp, si thojnë, hollë, ose më konë më nej vend të Evropës, kështu s'lejohet.
Vërmica është pika e fundit në Kosovë ku ndotja më pas kalon në Shqipëri drejt Kukësit, ndërsa liçeni ruan ende gjurmët e mbetjeve. Sa përket të ndotje dhe kanalizimeve këta në shumicën e vendeve kretë gati hudhen në Lumej. Dhe të na për shembull është edhe përmendet se është drini më i gjatë dhe në më lënë ndotje më të mëdha. Drini me qenë pas filtrimi i kanalizimeve para se mu shkarkue me pas ato impjantet e përshtatshme. Pa impjante trajtimi, kanalizimet në Kosovë derdhen direkt në Lumenj. Ndotja vjen nga shkarkimet urbane, bujqësore dhe ato familjare. Rreth 2% e ujrave të zeza, tonat të vendit ton trajtohen para se të shkakohen në lumejt e tonë. Shkaku i mungesës së impjanteve, pjesa tjetër, 98% drejt për drejt shkojnë në për lumejt e tonë, mëse në gropa skeptike. Edhe Ministria e Mjedisit në Kosovë e pranon ndotjen dhe mungesën e trajtimit, duke e lidhur atë edhe me mungesën e vetdijes qytetare. Ne kemi tashti 4 impjantet për qytetet më të mëdha, do të thonë kemi Pejen, Gjakova, që janë në funksion kanë fillu, Prizreni dhe ka qenë ai Skëndera. Në Morin, ndarja shtetërore nuk e ndalon ndotjen, pasi drini derdhet në liçenin e Fierzës. Liçen ky i krijuar në vitin 1978 pas ndërtimit të digës, për shkak të prurjeve të lumenjve si drini i bardh nga Kosova dhe drini i zi nga Maqedonia e Veriut. Kudo në liçe, çdo vend të liçenit ashtu e ndotme, ndotit vijnë nga drini i bardh, drini i zi, por edhe nga banorët tuaj se nuk ka ndaj dëgjësim që të mbajnë pastër liçenin. Kjo situatë ka ndikuar edhe në nismat turistike për vetë qytetin e Kukësit. Fatkeqësisht nga ndotja e tepërt që është bërë në liçenin e Kukësit, është bërë pamundur aktivitetet e sporteve ujore për shkak se turistat nuk përballojnë dot dhe nuk e shikojnë dot këtë gjendje që është bërë në Kukës. Ndotja e ka bërë të vështirë edhe peshkimin, çka sjell rrezik edhe për shëndetin publik. Ndotja në liçenin e Kukësit është shumë e madhe. Ne jemi peshkatar dhe gjysa e rrethit Kukësit mirën me këtë punë, domethënë për bukën e gojës mirën me peshkim. Ndotjet janë shishet plastike që vinë e grumbullohen këtu, ndotjet e baktive të ngordha që ngordhin, ndalin bregët dhe domethënë i vjen era liçenit shumë erë keqe. Liçeni i Fierzës është një pasuri e madhe, por ndotja ka ndikuar në habitatin ujor. Një sasi e madhe mbetjesh na vjen nga Kosova, sidomos është pjesa që lidhet me Pejen, Gjakovën e Prizrenit, duke na krijuar goxha probleme dhe shqetësime qoftë për pastrimin e territorit, por qoftë edhe për kalimin e këtij rezervati të madh ujor, domethënë në një hotspot të madh, domethënë i cili nuk mund të përdoret pastaj për turizëm. Shirat e dhjetorit rritën nivelin e ujrave dhe sollën më shumë mbetje. Një varg e Recycle Albania mbledh prej 3 vitesh mbeturinat në periudhën e dimrit. Vitin e parë ne nxorëm nga liçeni një rreth 20 ton mbeturina, vitin e dytë nxorëm rreth 18 ton mbeturina, meqense niveli i ujit ra shumë shpejt. Këtë vit, meqense niveli i ujit ka ardhur shumë shpejt, po shfrytëzojmë çdo lloj mundësie që të nxjerrim sa më shumë mbeturina, si shikohet mbrapa meje, ka shumë mbeturina që kanë ardhur fresta nga të shplarë nga Kosova kryesisht. Kryesisht plastikën e mbledh kompania Everway me stafin e vet. Ne nxjerrim brek dhe pjesa e bashkisë është tërheqja nga anija edhe pozicionim me një vend për që kuten në fazën e ndarjes. Pjesa e plastikës e merr kompania dhe e çon për riciklim, ndërsa pjesën që janë fundore që nuk riciklohen normalisht shkojnë në vend depozitimi në mbetjeve. Sipas ekspertëve, mbetjet dominohen nga plastika, shpesh e kontaminuar me detergjent dhe metale të rënda. Drini i bardh është kontribuesi më i madh i mbeturinave dhe mbledh mbeturina nga gjithë territori i Kosovës, duke filluar deri në lumbardhin e Pejës. Një pjesë vjen nga Maqedonia e Veriut mes drinit zi dhe sigurisht një pjesë sado e vogël ka impaktin e vet që vjen nga vetë Kukësi. Volum, sipas algoritmeve që kemi bërë, janë rreth 80 deri 90% nga volumi janë plastika që hidhen, sigurisht janë plastika dhe të kontaminuar paraprakisht me detergjent, me metale të rënda, me mbetje nga më ndryshmet, që apo mbetje shumë të kimike dhe biologjike, që kush përlahen nga uji, ato mbesin ujë, nuk zhduken. Në luginën e drinit, pranë mbushatit, baktit kullosin mbi plastik, ndërsa lumi i shejës është bllokuar nga struktura jo funksionale.
Në urën e Kolcit dhe zonat përreth, mbetja industriale përzihen me plastik dhe goma, duke krijuar ndotje të madhe. Raportet ndërkombëtare evidentojnë ndotje të shumëfisht në drinin e bardhë. Analizat tregojnë metale të rënda, pesticide dhe 34 lëndë farmaceutike, ndërsa në Shqipëri u gjetën edhe plumb dhe kadmium, që rrisin rrezikun shëndetësor. Kemi pas disa herë takime edhe me agjencion e bërgjithësuar atje të në Shqipëri. Jenë taku dhe ministrat, ka pas bashkëpunim, ka pas marrëveshje, kemi edhe marrëveshjen e 5 shteteve turave do konfitar që është Elgu Drin. Bashkëpunimi mes Kosovës dhe Shqipërisë mbetet kryesisht formal, pa hapa konkret. Janë bërë disa ndërhyrje, do më thënë disa marrëveshje mes ministrive, mes qeverive për të bërë të mundur respektimin e konventave që lidhen me ujrat ndërkombëtare, por deri sot nuk është arritur, do më thënë të kemi një zgjidhje konkrete në mënyrë që në drinin e bardhë të vinë, do më thënë të vinë vetëm ujë i pastër dhe mos kemi mbetjet plastike. Ideja është e krijimit barrierave përpara se futeshin në Shqipëri të këtyre mbetjeve, do më thënë do të ishte një zgjidhje mirë, në mënyrë që do jo vetëm të respektoshin konventat ndërkombëtare për ujërat territoriale ndërkombëtare, por edhe të respektoshin marrëveshjet, do të thënë dypartshme mes dy shteteve. Bëhet disa hapa, po fatkeqësisht raporte apo rezultate të suksesshme ende nuk ka. Një menaxhim konkret shkon që na fillimisht në ndarë me turinën në shupi ose në burim që shquhet, infrastrukturë më adekuate, vedije më të ngritur, respektim të ligjit, aje e krijon një preventiv. E mandej që ka ishtë dosh dëgjikisht në konë një pastrim në vetë mjafton për raste të tilla. Edhe pse ligjet janë të qarta, zbatimi i tyre është i dobët. Nga viti 2019 deri në 2025, në Kosovë u evidentuan 10 trashkelës dhe 155 aktakuza. Dënimet janë kryesisht me gjob ose me kusht, ndërsa ka vetëm 2 raste me burgim. Ekspertët thonë se gjykatat nuk vlerësojnë sa duhet dëmin mjedisor, dhe në shumë raste ato edhe parashkruhen.